Në një performancë prekse që do t'i bënte Zili dhe teatrit të estradës, kryetari i Bashkisë Kolonj, Erioni Saj, dikur humorist profesionist, e sot politikan me kohë të pjesshme, ka zgjedhur të shpëtojë Kolonjën me mjetin më të fuqishëm që ka në dispozicion: përqafimin. Në foton që po bën xhirën e rrjeteve, Erioni shfaqet duke përqafuar një nënë të moshuar, ndoshta si një metaforë e lidhjes së tij me qytetarët. Por më e fuqishme se përqafimi është mungesa e dhëmbëve tek nëna, një simbolik therrse e asaj që Kolonja ka humbur: shëndetin, kujdesin dhe madje të drejtën për të kafshuar një preptim elektoral kur ai del gënjeshtër. Sepse ndërsa përqafimet shpërndahen bujarisht para zgjedhjeve, infrastruktura mbetet një kujtim i vegët. Rrugët janë plot gropa, uji është një luks, shkollat bosh dhe spitalet më mirë të mos sëmuresh fare. Banorët ndihen të harruar, por kryetari kujtohet sa herë afron fushata. I dashur, i përzemërt, thuajse romantik. Për disa, një akt hipokrizie. Për të tjerë, thjesht një skeç i gjatë humori që s'ka mas publik e as duar trokitje. Ironikisht, vetë Kolonja sot ngjan si një skenë e braktisur. Në orën 11 të paradites, në Ersek, rrugët janë bosh. Jo nga qetësia, por nga emigrimi. Një qytet që dikur gomzhinte nga jeta, sot frymon si një fotografi e zbehur me filtr nostalgjie. Por mos u shqetësoni, për këtë ka përqafime, sepse kur njerëzit largohen, përqafohen ata që kanë mbetur. E kur ata që kanë mbetur nuk kanë më dhëmb, qesh me sy siç bën edhe Erioni. Në mungesë të rrugëve, një foto. Në mungesë të planeve konkrete, një puthje në faqe. Dhe në mungesë të gjithçkaje tjetër, një përqafim i shpërndar me kujdes në Facebook. Dhe në fund një pyetje filozofike. A mund të ushqyesh me përqafime? Në Kolonjë duket se po, ose të paktën s'ka mbetur gjë tjetër.